Sezoni veror, i cili ka shtuar ndjeshëm numrin e turistëve dhe njëherësh edhe numrin e automjeteve në qarkullim, ka sjellë edhe rritjen e gjobave për shkeljet rrugore dhe jo vetëm. Policia rrugore e Tiranës ka bërë bilancin javor, nga ku rezulton se janë konstatuar dhe janë marrë masa për më shumë se 12.500 persona që kanë shkelur kodin e qarkullimit rrugor, ndërsa 24 të tjerë janë arrestuar apo proceduar penalisht për shkelje të karakterit penal. Policia bën me dije se në vazhdën e procedimeve penale është edhe ai ndaj një shoferi, i cili ka tentuar të korruptojë policinë për të mos i vënë gjop për mungesën e rripit të sigurimit, duke i dhënë 2.000 lekë të reja. Krahas këtyre, policia bën me dije se janë ndëshkuar 74 drejtues automjetesh për mos pozicionim të rregullt në karrexhat, shkelje e cila nxit manovra të gabuara dhe krijon kaos në trafik. Gjobave të majme nuk kanë shpëtuar 12 shoferë të cilët janë konstatuar duke drejtuar makinën nën efektet e alkoolit. Autoritetet bëjnë me dije se dënime ka patur edhe për parkimet në rrugë, ku 31 automjete janë marrë me karo atrec. Nga gjobat nuk kanë shpëtuar as drejtuesit e motomjeteve, ku mbi 1.500 të tillë janë ndëshkuar për mungesë kaske mbrojtëse apo edhe përdorim celulari gjatë drejtimit të motomjetit. Në kushtet e shtimit të numrit të automjeteve në rrugë si pasojë e sezonit turistik, policia apelon për zbatim të plotë të rregullave të qarkullimit rrugor për më shumë siguri.